Një vatër serioze e sëmundjes së murtajës është konstatuar në fshatin Val të Martaneshit në njësinë administrative të Pulqizës, ku mbi 150 krerë bakti të imta, kryesisht keca, kanë ngordër brenda pak ditësh. Autoritetet veterinare janë vënë në alarm pasi e gjithë thufa me rreth 700 krerë dyshohet të jetë infektuar. Specialistët e Drejtorisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor të Dibrës, bashkë me përfaqësues të shërbimit veterinar të Qarkut dhe Bashkisë Pulqizë, kanë ndërhyrë menjëherë në fermë për të monitoruar situatën dhe për të marrë masat e parandaluese. Sipas mjekëve veterinar të operatorit të sistemit Ruda, Dega Pulqiz, janë marrë mostra nga baktitë e ngordura dhe janë dërguar për analizë në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Tiranë. Nëse analizat konfirmojnë praninë e murtajës, autoritetet paralajmërojnë se do të jetë e nevojshme asgjësimi i gjithë tufës për të parandaluar përhapjen e sëmundjes në zona të tjera. Nga kontrolli paraprak i ushtruar në fermat e tjera të zonës, deri më tani nuk janë raportuar raste të ngjashme, por situata mbetet në vëzhgim të rreptë. Ndërkohë, baktitë e ngordura në fermën e prekur do të groposen në përputhje me protokollet e sigurisë së përcaktuara nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për të shmangur çdo rrezik të mëtejshëm biologjik për njerëzit dhe mjedisin. Autoritetet bëjnë thirrje për vigjilencë të shtuar dhe raportim të menjëhershëm të çdo rasti të dyshimit nga ana e fermerëve.